Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit me shpirtit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Shembulli i Fatimat Zahra alayha salam është një thirrje e përjetshme për çdo besimtar që kërkon drejt në këtë botë të turbollt. Ajo na mëson se devotshmëria nuk është vetëm fjalë, por është një udhëtim i vazhdueshëm drejt Allahut të Madhëruar, një punë e heshtur që forcon zemrën dhe çliron shpirtin në çdo dobësi. Çdo veprim i saj ishte një mesazh, çdo durim i saj ishte një drejt, çdo sakrificë e saj ishte një shkallë më afër të përjetshmes. Në fatkeqësitë që i ndodhen, ajo nuk u thye, por u ngrit edhe më fort se ç'ishte. Në padrejtësitë që ju bën, ajo nuk shfaqi dobësi, por qëndroi në madhështinë së vërtetës. Marrja e saj si udhëheqëse shpirtërore do të thotë të ndjekim rrugën e saj të pastërtisë, të moralit dhe të qëndrueshmërisë ndaj asaj që Allahu e do. Nëse ecim në gjurmët e Fatimat Zahra alayha salam, zemrat tona do të ndriçohen me atë dritë që Allahu ja dhuroi atij që është zonja e grave të botëve. Të jetojmë me kujtimin e Fatimes, do të thotë të jetojmë me kujtimin e dritës dhe të pyesim veten këtë pyetje në çdo hap që ecim. A do të ishte e kënaqur Fatimat Zahra alayha salam me këtë vepër, me këtë sjellje, apo me këtë qëllim që kemi gjatë ditës? Kjo është pyetja e cila do të jetë çelësi që e mban zemrën të zgjuar dhe të lidhur me Allahun e plotfuqishëm. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqnim së bashku tashmë dy sure të përzgjedhura për sot, ku kemi surën Asr dhe surën Kauthar. Le të shohim së bashku. Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Për kohën, me të vërtetë njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri tjetrit të vërtetën e i këshillojnë njëri tjetrit durimin. Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Vërtet, ne të kemi dhënë ty o Muhammad sallallahu alaihi wasallam shumë të mira. Andaj, falu vetëm për Zotin tënd dhe thërë kurban. Sigurisht, ai që të uren ty, vetë është fat prerë. Është transmetuar se profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sikur bukuria të ishte një person, ajo do të ishte Fatimeja. Madje, ajo për Fatimeja është edhe më e madhe. Vërtet, Fatimeja, vajza ime, është më e mira në tokë për nga origjina, nderi dhe bujaria, thot profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith i bekuar, që flet për vajzën e të dërguarit të Allahut, për Fatimat Zahra alayha salam, është ndër dëshmitë më të larta të vlerësimit hyjnor dhe profetik për këtë figurë të jashtëzakonshme. Jo se ishte vajza profetit, por nga virtyti, nga morali, nga bujaria, nga devotshmëria e lartë që ajo mbarte në karakterin e saj. Kur profeti thotë, sikur bujaria të ishte një person, ajo do të ishte Fatimeja,
madje ajo është dhe më e madhe. Ai nuk flet këtu për bukurinë sipërfaqësore, por flet për bukurinë që buron nga drita e shpirtit të saj, pastërtia e zemrës dhe hieshia e moralit. Bukuria e Fatimes nuk ishte thjesht harmonia e pamjes, por ishte bukuria e një zemre që rrezatonte mëshirë, besim, modestin më të lartë dhe devotshmëri të pakrahasueshme. Ajo ishte një bukuri që mbushte botën shpirtërore të njerëzve, me dritë, ashtu siç yjet bëjnë për të ndriçuar udhën e atyre që kanë humbur në errësirat e kësaj bote. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili kursesi nuk fliste nga vetja, por fliste nga shpallja dhe udhëzimi hynor, por fliste me fjalën e Allahut xhaleshanhu. E përshkruan Fatimen si më të mirën në tokë, për nga origjina, nderi dhe bujaria, thot profeti. Origjina e saj ishte kulmi i pastërtisë, sepse ajo vinte nga shtëpia e profetësisë dhe ishte fryt i një drite hynore që përshkronte brezat deri te profeti. Nderi i saj ishte nderi një gruaje që Allahu e zgjodhi të jetë shembull për gratë e botëve, ndërsa bujaria e saj ishte bujaria e një zemre që dha gjithçka për hir të Allahut deri në pikën që i preferonte të tjerët edhe atëherë kur vetë nuk ishte asgjë. Pra jepte nga vetja e saj edhe kur nuk kishte diçka që ja vlente për t'u dhënë një gjë e madhe, gjithsesi ajo jepte për hir të Allahut xhaleshanhu. Fjalët e profetit janë një vulë madhështisë së kësaj figure, sepse askush, përveç një zemre të përzgjedhur, nuk mund të marrë një përshkrim të tillë që thot profeti është më e dalluara dhe më e mira në tokë për nga origjina, nga nderi dhe nga bujaria. Fatimatu Zahra alayha salam ishte pasqyrimi më i pastër i moralit profetik. Ajo mishëronte për ulësinë në adhurim, drejtësinë në sjellje, butësinë në fjalë dhe guximin në mbrojtjen e së vërtetës. Bukuria e Fatimatu Zahra alayha salam ishte bukuri vepre, bukuri adhurimi, bukuri sjelljeje dhe bukuri shpirti. Ajo ishte dita e qetësisë në jetën e profetit. Ishte gëzimi i tij sa herë që hynte në shtëpi. Dhe ishte gjithashtu drita që Allahu xhaleshanhu vendosi mes qiellit dhe tokës përmes një gruaje të bekuar. Këtë madhështi profeti e shprehu duke thënë se nëse bukuria do të merrte formë njeriu, ajo do të ishte Fatimeja. Sepse të nderuar dëgjues dhe shikues, zemra e Fatimes ishte më e bukura se çdo formë fizike dhe më e shkëlqyera se çdo dritë e kësaj kohe. Ky hadith na mëson se madhështia e vajzës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk qëndron vetëm në lidhjen e saj familjare me profetin, por në vlerat e saj, në dritën e sjelljes së saj dhe në përsosmërinë shpirtërore, që e shndroi atë në simbol të pastërtisë, të devotshmërisë dhe forcës morale. Ajo u bë shembull për nënat, për vajzat, për gratë e çdo kohe dhe një burim i pashtershëm, i cili është një burim inspirimi për çdo besimtar që kërkon bukurinë e vërtetë, bukurinë që të afron në Allahun xhaleshanhu, dhe ajo bukuri e cila të pastron shpirtin nga çdo padrejtësi, nga çdo errësirë dhe nga çdo ndjenjë e keqe. Të dashur vëllezër dhe motra, le të ndjekim së bashku tashmë në këtë rubrikë të emisionit për ditën e sotme, si e përshkronte Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, Fatimatu Zahra alayha salam. Imam Aliu ka thënë disa hadithe për Fatimatu Zahra alayha salam, teksa i thënë: sa herë që e shihi atë, thot Imam Aliu, pra shihte Fatimen, më ikte brenga që kisha në zemrën time. Dhe një hadith tjetër, ai thot: pasha Allahun, kur nuk e kam zemëruar dhe kur nuk e kam bërë të qarë. As ajo nuk më ka zemëruar ndonjëherë dhe as më ka lënduar ndonjëherë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, gjithashtu e përshkruante dashurinë për Fatimatu Zahra alayha salam, duke i thirrur o bija e profetit, o bija e të dërguarit Allahut, dhe kursesi nuk e thriste në emër.
E dini pse? Se ky përshkrim i Imam Aliut nuk është thjesht një dëshmi bashkëshortore, por një dritare që na lejon të shohim madhështinë e karakterit të Fatimatul Zahra alayhis salam tek ne. Ajo ishte qetësia e zemrës së tij, strehimi kur shpirti i tij gjente pushim, pasi ishte lodhur nga sfidat, luftrat dhe barrat e rënda të së drejtës. Të jetosh pranë një gruaje që nuk të zemëron, që nuk të lëndon dhe që as vetë nuk preket nga inati apo zemërimi, është dhurata më e madhe që mund të t'japi Allahu xhaleshanhu dhe është prova më e lartë e përsosërisë dhe e pastërtisë së saj shpirtërore. Kjo është Fatimeja. Prandaj dhe Imam Aliu alayhis salam nuk e thriste në emër, e thriste o bija e të dërguarit të Allahut, jo vetëm nga respekti, por sepse shihte në të dritë nga madhështia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo ishte drita që i lehtësonte dhimbjen, mirësia që i shuante trishtimin dhe shembulli më i pastër i një gruaje të përsosur, e cila e mbante shtëpinë e saj të mbushur me ndjenja më të bukura, me besim, me dashuri, me durim dhe devotshmëri. Adhurimi i zonjës Fatimatul Zahra alayhis salam ishte një adhurim shembullor. Hasan el-Basri, i cili ishte një nga adhuruesit dhe asketët e njohur në botën islame, thot për Fatimen se vajza e profetit e adhuronte Allahun dhe qëndronte në mihrabin e adhurimit derisa i hënjnin këmbët. Imam Hasan el-Mujtaba, paqja qoftë mbi të, pra Imam Hasani thot, në një nga netët, ku ishte nata e xuma, nëna ime qëndroi duke adhuruar Allahun, derisa u shfaq agimi. Ai thot se e dëgjonte gjithmonë duke u lutur për besimtarët dhe besimtaret, për njerëzit dhe për çështjet e përgjithshme të botës islame. Kur u gdhi mëngjesi, ai tha: "O nëna ime, pse nuk lutesh për veten tënde, ashtu siç lutesh për të tjerët?" Dhe Fatimatul Zahra alayhis salam i përgjigj: "O biri im, së pari është fqinji, më pas shtëpia." Kjo është ajo shpirtërorja e lartë, është ajo shpirtshmëria e lartë, devotshmëria e lartë tek Allahu xhaleshanhu. Ky është adhurimi Fatimatul Zahra alayhis salam, i cili u shfaq dhe u reflektua në shoqërinë e saj me bamirësi dhe bujari. Mirësia e saj ndaj të varfërve ishte aq e madhe, saqë kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dërgoi një burr të moshuar e të varfër në shtëpinë e priste të besimtarëve, të Imam Aliut, dhe i tha të kërkonte nevojën e tij prej tyre, Fatimatul Zahra alayhis salam i dha atij një lëkurë mbi të cilin flinin Hasani dhe Huseini paqja qoftë mbi ta. Deri në këtë pikë, ajo nuk kishte asgjë tjetër përveç asaj lëkure. Ajo i tha që ta merrte, ta shiste dhe të përfitonte nga çmimi i kësaj lëkure. Ky është dhe personaliteti i përgjithshëm i Fatimatul Zahra alayhis salam, një nënë e devotshme, një grua shembullore dhe një adhuruese e denjë Allahu xhaleshanhu. Ne kemi më shumë nevojë se kur sot në këtë përvjetor të dhimbshëm që të marrim frymëzim nga Fatimatul Zahra alayhis salam. Të jetë ajo e pranishme në realitetin tonë, të jetë e pranishme tek ne në jetën tonë. Fjalët dhe qëndrimet e saj në fushat e adhurimit, të dijes, të luftës dhe të misionit hynor, të jenë të gjalla me ne, si dhe të jetë me ne në përballje me padrejtësinë dhe me devijimin. Duke vepruar kështu, duke rikujtuar çdo ditë e më shumë Fatimatul Zahra alayhis salam, ne tregojmë me falni për kushtim të sinqert ndaj saj, në përvjetorin e ngjitjes së saj tek mëshira e Allahut xhaleshanhu. Fatimeja nuk dëshiron që vetëm të jemi të sinqertë ndaj saj, të shprehim gëzim në përvjetorin e lindjes ose të derdhim not në ditën e martirësimit të saj, apo të vetëm ta përmendim disa herë padrejtësinë që u bë asaj. Fatimeja nuk kërkon këtë, por ajo dëshiron një gjë prej nesh, që ta marrim si shembull dhe të punojmë për qëllimin për të cilën ajo duroi, u pikëllua dhe sakrifikoi, pra të punojmë për të përhapur fjalën e Allahut xhaleshanhu ashtu siç duhet. Fatimeja është shkolla e pastërtisë, e durimit dhe e drejtësisë, që nuk shuhet kurse si. Ajo nuk kërkon prej nesh thjesht emocione kalimtare, por kërkon
që shpirti të zgjohet dhe zemra të marrë vendime që pasqyrojnë dritën e saj të madhe. Ajo që duroi Fatimeja nuk ishte thjesht dhimbje, por një amanet I shenjtë që kërkon bartës të rinj në çdo brez, që t'i ngrijnë përsëri flamët e drejtësisë, mirësisë dhe të sakrificës. Kush ecën në gjurmët e saj, ecën në gjurmët e dritës profetike, që I jep shpirtit qetësi dhe jetës kuptim. Kush e merr Fatimatun Zahra alayhis salam si shembull, nuk e merr vetëm si figurë të lavdishme të së kaluarës, por si udhërrëfyese të së tashmes. Ajo I mëson njeriut si të jetë prind me mëshirë, bashkëshort me drejtësi, besimtar me zemër të pastër dhe shërbëtor I sinqert I Zotit të lavdishëm. Në çdo vepër të vogël, në çdo fjalë të matur, në çdo sakrificë të heshtur, besimtari bëhet pasqyrë e moralit të saj. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ne t'i kërkojmë Allahut që të na jap sukses në këtë jetë, në mënyrë që të meritojmë dashurinë e Fatimatut Zahra alayhis salam, ndërmjetësimin e saj dhe takimin me të në xhenetin e përjetshëm. Amin o Zoti I botëve. Paqja qoftë mbi Fatimen, ditën që lindi, ditën që u kthye në praninë e Zotit të saj, dhe ditën kur do të ringjallet e gjallë për të marrë atë që Allahu ka përgatitur prej mirësive të përjetshme. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit të Allahut qofshin mbi ju.